Ditët e pushimit kanë shtuar lëvizjet dhe daljet të qytetit të Shkodrës, duke krijuar edhe trafik të rënduar në segmentin rrugor Baqallek-Harku i Bërdicës, në të cilin vjon puna për rekonstruksionin e tij. Aktualisht në këtë segment rrugor po punohet në disa drejtime, si në rrjetin toksor, vendosjen e rreth rrotullimit tek Harku i Bërdicës, si dhe në ndërtimin e këmbëve të urës së Baqallekut. Qytetarët kërkojnë që ecëria e punimeve të jetë me ritëm më të lartë, në mënyrë që sezoni veror të mos e gjejë këtë aks rrugor të papërfunduar. Shumë mirë, bukur, gjithçka është e mrekullueshme, por të vashët, e që fje më shpejt, me liru që kja ka metash që ka marrua e gati anë, ka ardhe i tu, këtu ka metash sa kohë fjerë. Kja punë pa bo, do të bojë kja punë, specialin do të bohet. Që që do se pa dasht, pa lani ditë shetë mangët, s'mu të bëshi tjetër. Pra, kja është, dhe që të kryhet, ishte është kja punë. Ndërsa ndërtimi një tjetër rreth rrotullimi pranë stacionit të autobusave mund të krijojë rëndesë të trafikut, thonë qytetarët. Po s'po të mi kalim, rëdojnë dhe vetë përse për do të blokohet. Si të është e po dështë, blokon. Vetëm mi kalimi është e që i dhjot problemet. Për mu, i ka rotonda do i shërben vetëm këtyre banorëve këtu. Dhe aja atje prapë ka pas probleme të rotonda të Harku i Bërdisë. Nëse nuk bëhet i rrugë zgjidhje për me esë më përpara, atëherë mund zgjidhet problemi. Dhe sot bëhet ura prapë ky problem është. Edhe kur bëhet ura ato do ndahet gjysa dhe gjysë, prapë te Harku i Bërdisë prapë ka problem. Nëse nuk vazhdon më. Përfundimi i projektit për rekonstruksionin e rrugës Baqallek-Harku i Bërdicës pritet përmirësojë infrastrukturën rrugore dhe gjithashtu të rrijë sigurinë për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët.